Presidenti Donald Trump vlerësoi atë që e quajti një seri fitoresh të mëdha ekonomike dhe sulmoi me forcë demokratët gjatë një tubimi në Michigan të martën që shënoi 100 ditët e tij të para në detyrë. Trump tha se lëvizjet e tij për të vendosur tarifa ndaj partnerëve tregtar të SBA-s mund të çojë në një ringjallje të prodhimit vendas. Sapo kemi filluar, ende nuk keni parë asgjë, deklaroi Trump në Detroit, qendrën e industrisë automobilistike të Amerikës. Trump tha se kompanitë e automjeteve po vendoseshin në radhë për të hapur fabrika të reja prodhimi në këtë shtet amerikan. Në tubimin e tij Trump tha gjithashtu se sondazhet e opinionit që tregojnë se populariteti i tij kishte rënë ishin të rreme. Në javët dhe muajt në vijim ne do të miratojmë uljet më të mëdha të taksave në historinë amerikane dhe kjo do të përfshijë heqjen e taksave mbi bakshishet, heqjen e taksave mbi sigurimet shoqërore, heqjen e taksave mbi orët shtesë, deklaroi shefi i shtëpisë së bardhë në fjalimin e tij. Me tarifat e mia ndaj Kinës, po japim fund vjedhjes më të madhe të vendeve të punës në historinë e botës. Kina na ka marrë më shumë vende pune se sa çdo vend tjetër. Ata duan të bëjnë një marrëveshje dhe ne do të bëjmë një marrëveshje, por do të jetë një marrëveshje e drejtë. Nuk do të jetë një marrëveshje që do të na humbas $1 trilion në vit, siç ndodhi me Biden. Presidenti i Shteteve të Bashkuara kritikoi ashpër ata që ai quajti radikalët e çmendur të majt, ndërsa pas subimit, disa nga mbështetësit e presidentit Trump thanë për agjencinë e lajmeve Reuters se performanca e tij kishte qenë më e mirë se gjatë mandatit të tij të parë në detyrë.